A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Bismillahirrahmanirrahim. Sonte kena misafir prap hoxhën e nderuar Bekir Alimi. Mirë se erdha hoxh. Mirë se u gjetëm sunullah në këtë emision tëndin që je duke mbajt me tema ndryshme që kanë të bëjnë me fenë dhe me shoqërinë. Inshallah Allahu të ndihmon të jap shëndet e sukses. Amin. Hoxh, sonte du me diskutu për një krim shumë të madh, vetvrasjen. Kjo sidomos ndodh te rinia, po jo vetëm te rinia, edhe më shumë. Po fenomen i cili paraqitet ka qenë në kalumen, ka vazhdu vazhdimisht, është edhe sot i pranishëm, po zakonisht paraqitet në rrethana ku njerëzve u mungon besimi në Zot dhe shpresa për ditë të bardhë dhe të mira në këtë botë dhe shpresa për shpëtim ditën kur dalin para madhnisë së Tij. Faktikisht vetvrasja dhe vullneti për jetë lidhen me energjinë pozitive që u jep besimi, ose mungesa e energjisë pozitive që nuk ju vjen për shkak të mungesës së besimit. Dhe kjo është një element i rëndësishëm. I dyti është vjen situata ku njerëzit nuk kanë përvojë të jetës edhe nuk dinë të japin zgjidhje problemeve ndryshme të vogla që u vijnë jetë edhe nga pavësia për të dhënë zgjidhje dhe përgjigje, ata e mendojnë se vetvrasja është një përgjigje ose një zgjidhje e problemit që i godet. Edhe momenti i tretë është që njerëzit kanë shiju çdo të mirë të kësaj bote, e kanë shiju shumë herët, nuk kanë kufi që Si ka më kur gjë. po që ka gjëra ndalume, i kanë shiju gjithë edhe u ka bezdisë jeta e tyre dhe mendojnë se nuk ja vlen më jetu. Në prizmën edhe bëjnë vetvrasje. Për shembull kemi rastin e Suedisë, i cili është shtet domethënë me mirëqenie më të madhe ekonomike sociale në botë, mirë po dhe numri i vetvrasjeve është më i madh. Dhe këto janë statistika publike që secili mund mi pa. Edhe nga kjo du me dalë me një paralel ku faktisht e kuptim pse Islami i ka ndalu shumë gjana, domethënë megjithëse ato shumë gjana nuk janë më shumë se të lejumet. Po janë ndalesat fetare. Sepse kufizimi që jep Islami njeriu në këtë jetë e mbron nga nihilizmi, e mbron nga hedonizmi, e mbron nga ngopja me të mirat e kësaj bote që mos ketë asgjë që e josh atë. Që se joshja i jep motiv njeriu për të jetuar. Joshja e nxit njeriu në arritje të qëllimi që e josh. Joshja do thotë e shtyn njerin përpara. E njerëzit që ngopen me të gjitha kënaqësitë e kësaj bote, sidomos me epshet, pasionet, sidomos me ato që i ka ndalu feja islame konkretisht, por edhe fe tjera në përgjithësi, i sjell ata në situatë që mos me pas vullnet me jetu. Apo do të thonë për shembull, hajde pa e marrim një shembull Suedin. Një suedes 14 vjeçar sa hin pubertet, këti ka fraj, femrat i ka këtë. Domethënë faktikisht alkoolin e ka te jum, faktikisht edhe me fe, shteti normalisht ka bërë kufizime, po ato ka përcehen, apo. Drogën njëjtë. Arrinte droga. Punën e zinas, domethënë që themi na faktikisht marrëdhënia jashtë kurore, jashtë martese. Se për shembull te neja zor me zon femër. Sot nuk është kërkon me zonë. Mirë, po problemi është se ka rregulla kulturore morale. Për para ki mujtë edhe me hangër plumin. Po, e bëjmë pak ma problematike situatën. Atje nuk ka si kufizime morale sociale, domethënë shoqëria nuk ka kufizime morale, edhe çdo i ri dhe çdo e re bile kanë ardhur në nivel që më thon do thot sa më herët me hub virginitetin më mirë është domethënë. Edhe ka pas raste të protestave në shkollat mesme në Angli konkretisht me pankarta nuk është turp thjesht e virgjë. Kjo është logjika që fatkeqësisht sot dominonte pjesa e adoleshentëve, domethënë e gjerave. Që i bie që i shijojnë këtë ato. Këtë i shijojnë edhe ai normalisht kur ti bëhet 18 vjet, 19 vjet ngopet me to mos i mbet homoseksualizmi. Pas homoseksualizmit edhe atë zoofilin, homoseksualizmi, domethënë do thotë këtë variantat që i japin një lloj kënaqësie, madje edhe mazoizmin, domethënë faktikisht
dëmtimin njëri tjetrit, domethënë edhe ato variante i përdorin. Në fund nuk i ngjelet gjë pse ai me jetu. Për shembull, merre këtë si shembull mënjanë dhe krahasoj me shembullin e besimtarit, i cili ka qëllim adhurimin e Zotit, i cili mundohet për shembull me e shtu përkorjen e tij, devotshmërinë e tij, domethënë, i cili mundohet për shembull me arrit qëllimet që ja ka caktuar feja. Për shembull, haxhi shembullin, është një qëllim mbledh parë me shku në haxh, domethënë përgatitje shpirtërisht me kry, me vizitu shtëpinë e shenjtë, për shembull. Martesa, një qëllim, nuk mundet ai me kënaq epshin e vet, domethënë pa martesë. Martesa, po jo vetëm epshin te pjesa e martesës, po përgjegjësia, domethënë që nesër ai duhet të më kujdes për bashkëshortën e tij, domethënë nesër martesa sjell fëmijë, ai duhet të më kujdes për ato fëmijë, nesër duhet ai më kujdes për situatën ekonomike, sociale të familjes, gruas dhe fëmijëve, edukimin, arsimimin e tyre. Andaj duhet me punua, për shembull, nëse ka punu 8 orë rregullisht, është me punu pak më shumë sepse ka familje më shumë. Megjithëse në perëndim gjendja sociale e fëmijëve është e garantuar me shtesa familjare kështu më radh, mirë, por megjithatë ki detyra dhe obligime, ki përgjegjësi. Edhe këtë kjo jep kuptim jetës tonë, edhe ti duke vrapuar me përmbush vetveten akademikisht, me përmbush vetveten organizativisht, me përmbush vetveten me punë profesionale, me përmbush vetveten me kujdes ndaj gruas, me kujdes ndaj fëmijëve, me kujdes ndaj familjes, me ndërtuar pastaj familjes ndosh, këto angazhimet që janë të shumta nuk lën hapësirë ti e para me koni i zhgënjur për çdo gjë. E dyta, me humb shpresën sot. E treta, me shiu çdo kënaqësi të kësaj bote. E katërta, domethënë me u ngop, edhe andaj jeta jote vetë shtyn ti shton objektivat, edhe ta merr kohën me angazhime. Edhe ti nuk shkon menja kur, domethënë me vetvase, përkundazi shkon menja vazhdimisht sa më shumë me jetu, jo për me u kënaqur me këtë botë, po me kontribu më tepër për zhvillimin e shoqërisë, duke zhvilluar familjen tonë, pastaj normalisht me aktivitete vullnetare në kohën e lirë që e ki, shërben shoqërinë, shërben lagjën, shërben shkollën që ki aty afër, shërben xhamin. Edhe kështu, edhe pse i bën 70 vjet, për shembull te muslimanët, shoqëria muslimane, edhe pse i bën 70 vjet, nuk i jep pa angazhime, pa përgjegjësi të tyre. Për shembull, atë kohën që i ke të lirë si pensioner, e shfrytëzon në kujdesin për xhamin. E ke pa për shembull te në xhamia tona, plaç që më kanë dalë pension, ama kujdesen për oborin e xhamisë, kujdesen për brenda xhamin, për tapetin e xhamisë, pastërtinë e xhamisë, do merren depresion. Vullnetar, po s'ka hapësirë, më ran depresion. Sepse e shef shkon me ndaj varrim. Po, ka jetën sociale begat e ka. Edhe ai nuk ka momente domethënë që të ndjen depresionin apo zhgënjimin nga jeta e vet, përkundazi e shef se është i dobishëm, e ka bën një familje, kalon pas vetë fëmijë, ka nipa, ka mbesa, kontribon domethënë vullnetarisht në lagje, i ndihmon familjes, i ndihmon xhamin. Edhe ajo është i përmbushur shpirtërisht, kursi shkon menja për me vetvase. Se këtë jetë është e mbushur. E kjo është ai elementi që e përmenda në fillim puna e besimit. Se besimi i jep energji pozitive, i jep motiv për jetë, i jep vullnet dhe energji për të vazhduar ballafaqimin me sfida, sepse gjithsesi kur flasim na për këtë pjesën e modelit të besimtarit, nuk do të thonë që ai s'ka vështirësi, s'ka përvezi, ka mundësi me pas varfëni, ka mundësi me u sfidu për shembull në parimet morale të vetat, shembull i jepet mundësia me punu me diçka që është ndaluar me fetarisht, ose i jepet oferta me abuzu me të mirat publike, me pasuri, korrupsioni, këto janë sfida, mirë po besimtari din se si me notue në jetën e vet, edhe si me i evitu këto sfida dhe me i te kalu ato me sukses gjithsesi, që fillimisht me fitu kënaqësinë e Allahut, pastaj me u dëshmu vlerat morale të ai, se nuk prek pasurinë e huaj, nuk prek nderin e huaj kështu me radhë. Andaj, shifne, ky sfidim që e ka besimtari mes halalit dhe haramit, mes detyrave, obligimeve dhe ndalesave fetare, është ajo që nuk e lën atë me qenë bosh shpirtërisht, edhe nuk jep as pak mundësi atij që me mendu për vetvrasje Zoti na rujt. Më gjot teksa folshe për këtë çështje, më kujtu tragjedia e autobusit në Sofia në Bullgari që ndodhi me Shkopjan që ishte. Shumicën e prindërve i njohim, edhe sa sabortor pa të në qëllu, subhanallah. Do shta me thonë, ja ato, estekfirullah, se nuk ban me thonë këtë, ja ato bu ka hije me bona i punë të keqe, ja kush, se fëmijët e vet i vorosën, mirë po, çfarë sabri, se sot e vazhdojnë jetën e tyre se. Sigurisht, në të gjitha situatat, ajo është një prej rasteve që është rast i dhëmshëm, pikëllues,
tragjedi gjithsesi, janë vrarë mbi 44 njerëz, domethënë janë mbyt ato, domethënë rrethana të paqarta hala deri tash, domethënë çka ka ndodhur konkretisht nuk e dim. Ajo është një moment domethënë ku besimtari tregon sabrin e tij. Kur një i afërm i veti, kur një i dashur i veti, kur një fëmijë i veti, cilën domethënë vetë e ka lshu me durët e veta me shku në atë udhtim edhe ju ka kthy si xhenaze. S'ka marrën, ama besimtari e ka imanin, besimin në Allahun e Madhreshëm, që nënkupton besimin në caktimet e Zotit. Sigurisht kjo nuk i lan për përgjegjësisë ata që kanë përgjegjësi në atë ndodhi në atë aksident. Padyshim. Mirë po, domethënë besimi e bën atë që të përballon këtë moment të jashtëzakonshëm, dhëmshëm, pikëllues, këtë tragjedi me durim. Edhe vazhdon jeta. Vazhdon jeta. Ata i çojmë te mëshira e Zotit, të vdekurit, ne vazhdojmë jetën me adhurimin e Allahut dhe normalisht kontributin për anëtarë tjerë të familjes që kanë vetë. Kujdesin për ta, do thot interesimin për ta e kështu me radhë. Megjithëse të vdes dikush, ku është shkak dikush tjetër, është shumë më e lehtë se ti të mbytysh vetveten. Po da. Se vetvrasja është domethënë akt edhe më i dhëmshëm edhe më mizor, faktikisht kur njeriu të ketë, Zoti mos e boft, të askush, të asnjë njeri, asnjë familje, të ketë në familje rast ku dikush bën vetvrasje. Pikëllimi është shumë më i madh. Mërzia është shumë më e madhe. Realisht ndonjëherë nuk di njëri edhe si të jep ngushëllime në ato raste. Dhe për atë shkak na duhet vazhdimisht gjithë, edhe xhallarët, edhe mësuesit, arsimtarët, profesorët universitar, intelektual, gazetarët, opinionistat, pedagogët, psikologët, biznesmenat, politikanët, krejt që janë më pete më i vogël dhe më i madhi, duhet me përhap, kjo është mendoj shumë rëndësishme, me përhap optimizëm në shoqëri, me kuptu rëndësinë e besimit që ka për të na mbrojtur për këto fenomene, për ta kultivuar besimin, për ta lehtësuar procedurën e besimit, për të ndihmuar fëmijët në për shkollat tona që besimi të jetë shoqëruesi i tyre në jetë, të luftojmë ateizmin, sepse ateizmi është baba i vetvrasjes, sepse njeriu ateist që nuk beson Zot, nuk beson caktim Zotit, nuk beson xhenet, në xhenem, jetën pas vdekjes, do të thotë si ateisti i vdiq është njësoj. Ata ne musliman nuk është ashtu. Të ne domon pa marrë parasysh sa jemi mëkatar, ne themi shpresën mos e humb. Bile porosia e Zotit dhul xhela është ata që kanë tepruar me mëkate, alladhina asrafu ala anfusihim, ata që kanë tepruar me mëkate, la taqnatu min rahmatillah, mos humni shpresën mëshirën e Allahut. Se inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, se Allah i fal të gjitha gjunat. Do të shifë, ky ajet i drejtohet njerëzve që e kanë mbulu veten me mëkate. Jo kanë bën 1, 2, 3 mëkate, po e kanë mbulu, janë zhyt në mëkate. E kanë tepruar me mëkate. Kështu është përdor Kur'an. Teprim me mëkate. Faraonit për shembull. Do krejtve i thot Zoti. Mos e humni shpresën mëshirën e Allahut. Se Allah i fal këtë mëkate nëse pendoheni te Allah. Andaj edhe faraonit do thot Allah i Madhreshëm i thot Musa alayhis salam dhe Harunit, idhhaba ila firauna innahu tagha, shkoni te faraoni i cili i ka kalu këtë kufit e arrogancës. Ka vrarë bebe. Këtë kufit e arrogancës, domethënë mendjemallësia e tij, despotizmi i tij, tirania e tij, diktatoria e tij, ka kalu këtë kufit. Amma thot idhhaba ila firauna tagha faqula lahu, thoni atij qawlan layyina, fjalë të buta, la'allahu yakhsha, ndoshta ai friksohet për Zotit. Andaj kjo është do thot qëllimi që edhe faraoni me gjithë zullumin maksimal që ka poshtruar krejtësisht një popull, i ka nënçmuar ata, i ka përbuar ata, ka vrarë fëmijë, siç e përmende, megjithatë Allah e çon Musa alayhis salam bashkë me vllajën e tij që ta thrasin besim ata. Kumet ne, për shembull, që bëjmë mëkate gjithsesi, andaj ky ajet i thot mos e humni shpresën, se ulemat kanë thonë këtë mëkatet janë të mëdha, janë problematike, për shembull. Idhujtaria është mëkati më i madh, mosbesimi ose idhujtaria. Mirë, po më e madhe se këto është humbja e shpresës në mëshirën e Allahut. Depresioni asum fare. Depresioni është rezultat i humbjes së shpresës, domethënë. Pra shkak Islami e kultivon shpresën, e ushqen atë. E ndihmon atë, e do thotë e furnizon atë. Edhe andaj besimtari në gjitha situata do thotë lip zgjidhje problemet e veta dhe lip momente
ku dhe ka plojë mëshira Allahut. Për shembull, hadithin që tregon Imam Buhariu sa unë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rastin atij që i vrau 99 njerëz. Që manifestohet njeriu me gjithë këtë tragjedi të madhe që ka lënë mas vete. 99 njerëz i ka vrarë. Vrasë serik. Mirë po ndërgjegja e tij nuk e lën rahat, kërkon zgjidhje, rrugëdalje, edhe pyet njerëz, po kjo është ajo që domethënë intelektualët besimtar, njerëzit e ditur besimtar, ata duhet me pas zërin e ndëgjueshëm, zërin e lartë në shoqëri, nuk duhet me qenë indiferent, nuk duhet me hesht, ata duhet me fol, sepse ata mund me përhap energji pozitive, ata mund me hap shpresë tek njerëzit. Njerëzit ateista, njerëzit materialista, ata as për vetes kanë shpresë, optimizëm, e jo më për tjerët. Për këtë shkak na insistojmë që hoxhallarët, besimtarët flasin vazhdimisht e thuniet zoni që ta mbushin shoqërinë me optimizëm, me gjithë gabimet edhe me gjithë problemet që i kemi, me gjithë sfidat me cilat ballafaqohemi, të gjitha rrafshet, jo vetëm rrafshin personal, por edhe atë kolektiv shoqëror. Problemi i politikës, problemi i ekonomisë, me gjithë problemi i arsimit, me gjitha këto probleme që ekzistojnë në shoqërinë tona, ne nuk duhet me pru shoqërinë në depresion, në zhgënjim total, edhe do thotë me humb shpresën tërësisht se ka mundësi më ndryshu gjendja jonë. Ka mundësi më ndryshu. Gjendja ime ka mundësi më ndryshu, gjendja jote ka mundësi më ndryshu, gjendja jonë ka mundësi më ndryshu, shoqëria jonë ka mundësi më ndryshu. Sepse këtë na jemi krijesat e Zotit dhe jemi në dorën e madhnisë së Tij. Ajo që neve na mungon është puna për të mirën, kontributi për të mirën, që fillon duke fol mirë edhe duke përhap optimizëm e pastaj. Andaj themi na do të ta përhapim optimizmin edhe shpresën, edhe kjo neve na ndihmon për ndryshim. Ky njeri kishte e mbrente ndërgjegja, e hante ndërgjegja nga mrena, kërkonte zgjidhje, orientuti njeri jo meritor për t'i dhënë përgjigje. E gjeti njeri ishte i devotshëm ama ignorant. Edhe lipi përgjigje për ti, tha s'ka zgjidhje për ty, s'ka shpëtim për ty, 99 vete e ki vra. E ki tha masi thu se s'ka shpresë për unë, po të vrasë edhe ty. E i boni 100. Mirë, po nuk e lën të rahat, sepse mëkati nuk e lën, e këto është ai mohabeti, mëkati nuk e lën rahat njeriun, ama njeriu nuk duhet me mendu nëse është zhyt në mëkate se s'ka pendim për te. Edhe mendon se vetë vrasja është zgjidhje. Atë edhe ati i themi na, si që ka thonë ky njeriu kur e ka taku dietarin, ka thonë, a ka pendim për mua? Ka thonë, si s'ka. Ama je duke jetu më një ambient keq, më një shoqëri të keqe, më një vend të keq. Ande ndikon shoqëria, kultura, do thotë e shoqërisë ndikon të çdo individ. Andaj ne nuk gabim është me mendu se nëse jeton me të këqit, ati je i mirë ki me shpëtue si i mirë nga ajo shoqëri. Nëse ti je i mirë dhe jeton në shoqëri të keqe, ki mu bëj keq si shoqëria. Edhe andaj Islami insiston kategorikisht që besimtarët mos mjaftohen të jenë të mirë vetëm për vete, por të luftojnë që ta përmirësojnë edhe shoqërinë cilën ata jetojnë. Andaj kjo ajo në termet fetare dihet salih edhe muslih, i mirë në vete edhe përmirësuesi i tjerëve. Dhe për këtë shkak i tha ky dietari këtij mëkatarit, tha ti ka pendim për ty, ama jetue më një vend ku njerëzit janë të këqij, duhesh me ndru venin. Ndroje venin ku jeton ti, domethënë shko më një vend, më një shtet, më një qytet ku kultura, do thotë e mirësisë, kultura fetare është e avancuar. Edhe ki e vendosi me braktis vendin ku jetonte dhe kishte boket ato krime, me shku me tu të njerëzit e mirë. Rrugës vdes, edhe hadithi është pastaj domethënë vazhdon, po e marrin me laçet e mëshirës këtë njeri për shkak një jetit që e kishte pas me shku, me u pendue, u shpendu, po edhe me shku me tu të njerëzit e mirë. Mos mi bëm 101. Po, edhe me ndërprej domethënë këtë seri të vrasjeve që kishte vënë gjatë jetës së tij. Kështu është jeta, domethënë na vazhdimisht i themi nëse për këtë njeri që ka vrarë 100 veta pas ka mëshirë të Zotit dhe falje për të, si s'ka për atë që kanë bërë domethënë mëkate më të vogla se kaq. Për këtë shkak muslimonit nuk i shkon mendja kur në vetvrasje. Kur tha muslimonit që ka kuptuar mirë fen, muslimonit që jeton me adhurimet e fesë, muslimonit që ka angazhime konkrete personale, profesionale dhe shoqërore, dhe ai njeri me nxjerrje më kritike ka shpresë se ka zgjidhje. Për shembull, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ikte prej idhujtarëve të Mekës sepse ata tentuan t'i bëjnë atentat, ta vrasin, ose realisht kishte marrë vesh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se është përgatitur një atentat ndaj tij dhe ai
e mori shokun e ngushtë të tij Ebu Bekrin dhe u largua nga Mekja natën. Normalisht e bëri një strategji dhe u strehun në një shpellë. Ai shpellë më thon sepse ishte një zgavër e vogël, ku menzis i nxinte 2 veta. Aty u fshehën ata, u strehun. Kalun karavani i dhujtarëve Mekas aty pari, Ebu Bekri që ishte shoqëruesi i tij, po se kishte bindjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha, shifne, na kapën, nëse ul kokën dikush për tyre pakës, domethënë do na shef se na jemi fsheh këtu. Edhe na kapin do na vrasin, do na ekzekutojnë. E çka i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ma dhannuka bithnayni Allahu thalithuhuma. Tha, çka mendon ti për 2 njerëz që me vete kanë Allahun të tretin? Edha la tahzan inna Allah ma'ana. Tha, mos u dëshpro, mos u frikso, mos u mërzit. Allahu është me ne. Shefe, ishte situatë ku ata 2, askush si mbronte mon Mekë dhe në rrethin. Kishin ik për të shpëtu, edhe në vendin që janë mshef, veç karavani kishte mërinj aty, edhe hulumtojnë gjurmët. Ebu Bekri thot, si kur ta ulte dikush kokën poshtë, do na shifte. E i theke Muhamedi sëm, la tahzan inna Allah ma'ana, mos u frikso, mos u të shpro, Allah është me ne. A kupton? Parëmendoni, kjo është modeli i optimizmit ekstrem, që vazhdimisht pejgamberëve Zot u ka dhënë zgjidhje dhe rrugdalje, edhe besimtarëve të devotshëm. Musa alayhis salam ik prej faraonit pas një debati që përmendëm pak më herët, dhe vjen te deti i Kuq. Për me kalu nga Egjipti në Palestinë. Ushtria faraonit mbrapa. Populli vet tha, na mashtrove. Na nxore nga shtëpiat tona, na premtove të shpëtojmë nga faraoni dhe maltretimet e tija, torturat e tija. Tash najna para detit, ai është pas nesh, s'kemi anije përpara, ku do shpëtojmë na? Edhe than inna le mudrekun, u kapëm. U kapëm, edhe shkoj huq këtë e i premtimi jot. Çka tha Musa alaihi salam? Kella, asesi. Inna ma ya rabbi sayahdin, me vetë kam Zotin. Kam Zotin, ai ka më dhon zgjidhje dhe rrugdale. Shifne çfarë situate, që zakonisht materialistat, ateistat nuk mund ta perceptojnë. Ama kjo është ndodhi që përmend Kurani dhe këtë librat biblik, domethënë këtë librat e shpallura e përmendin. Si shpëtoi Musa alayhis salam nga faraoni. Dhe Allahu i madhërisëm ja dha një mrekulli. I tha shkopin që ke me vete, biri detit, ai ka për të qa dhe ka për të nda, si me qenë 2 male. Pra në këtë deti qatë, edhe bot udha e kalueshme për Musa alayhis salam dhe popullin e tij. Bot shpëtim për Musa alayhis salam dhe shkatrim për faraonin dhe ushtrimin e tij. Se Musa alayhis salam arrin në mes të detit, ata arrin në bregdet. Musa alayhis salam e kalon detin, ata arrin në mes të detit. Tamam kalon i fundit nga Benu Israelit që ishin me Musa alayhis salam, atëre bëhet bashkë deti dhe i gëlltit faraonin dhe ushtrinë e tij brenda barkut të vet. Edhe lere që ishte shpëtim për Musa alayhis salam dhe popullin e tij, po ishte edhe ndëshkim dhe shkatrim për faraonin dhe ushtrimin e tij. Kjo është besimi në Zot dhe kjo është mbështetja në Zot dhe kjo është shpresa që duhet me pas besimtari në Allahun e Madhëshëm, i cili ka më dhënë zgjidhje dhe rrugdale të gjitha situata kritike. Andaj ajo që kanë herë na ndëgjojmë edhe e shohim kur një i ri për një problem, për shembull me nota në shkollë, mendon me bë vetvrasje, ose një i ri është dashuruar me një vajzë dhe për shkak të problemeve që ka me te, do thot, me mendu me bë vetvrasje, ose dikush për probleme ekonomike, nuk i shkon besimtarit kur në mendje kjo punë. Hoxho, parzit kur e përmendet e Musa alayhis salam edhe populli i tij kur i thot na mashtrove, më kujtu një deklaratë bashkë kisha pas qef me. Ina në temën e vetvrasjes, por ndoshta është kjo pak jashtë temës, po bashkë kisha dëshirë me dëgju mendimin tën. Zlatan Ibrahimović është një futbollist i njohur, ndoshta ke dëgju. Tash është pensionist, e dha një deklaratë i cili ka bërë bujt madhe në për këtë mediat evropiane botërore. Tha, unë nuk besoj në Zot, sepse kur ish vllau im i smur, pi një smundje dhe vdiq, ku ishte, tha Zoti, në atë moment. Kjo është, kjo deklarata e tij, Allah e udhëzoft, deklarata e tij dhe të ngjashmeve me të nuk është e para në këtë botë, domethënë sepse njerëzit nuk kanë arritë të kuptojnë arsyeën e ekzistimit të smundjes, vdekjes edhe domethënë problemeve në jetë. Edhe njëra prej argumenteve që përdorin ateistët në luftë kundër besimit është kjo, nëse Zoti ekziston,
dhe është aq i mirë sa e përshkruani ju besimtarët, pse si ndihmon njerëzit ku kanë probleme, kriza, smundje të rënda, gjenocide, masakra, vdekje nga uria, për shembull, edhe këtë rast, për shembull, kur vdes një afër i familjes. Ai nuk e kupton se Allah është i gjithë mëshirshëm, është i gjithdijshëm, është edhe i gjithfuqishëm. Edhe çdo gjë që vepron në tokë me njerëzit është në përputhje me këto veti që i ka madhënia e tij subhanahu wa taala. Edhe smundjet, edhe vdekjet, edhe ato janë pjesë e jetës. Nuk ka mundësi njerëzit me jetu pafund. Nuk ka mundësi, duhet me vdek. E dikush vdes nga mosha, dikush vdes nga sëmundja, dikush vdes nga aksidenti, dikush vdes nga uria, dikush vdes nga zullumi i tjetrit. Këtë këto për me nxjerrë në shesh natyrat e njerëzve. Për shembull këtë rast për me nxjerrë shesh deklaratën ateiste të këtij, do thot yllit futbollit për një kohë të caktuar. Me kuptues se ky, do thot, ka harruar se suksesin që e kishte dekada me radh nuk ishte vetëm mjeshtria e tij. Po, nëse themi që është mjeshtria e tij, kush ja dha atë mjeshtria e tij? Kush ja dha ato eshtra, ato muskuj? Kush ja dha atë vullnet që ai të merret me sport e tregohet domosdoshmë i suksesshëm karrierën e tij? Ja dha dikush. Pse vllau i tij nuk e pat suksesin se e pat ky. Do thot, ndryshimi në kreaturë, ndryshimi në forcë fizike, ndryshimi në vullnetet e njerëzve, këtë është kjo për Zotit. Për me kuptu njeriu i fuqishëm, do më thonë mëshirën dhe doptit, për me kuptu i dopti, dhe thot se fuqia nuk është çdo gjë që do me pas njeriu në jetën e vet. E pastaj do thot kur vdesin njerëzit nga uria për me kuptu çka do të thonë se njeriu me qenë lakmiqar, tu pas miliarda me lakmu edhe më tepër edhe milion njerëz me vdekje mos më ndihmu. Për me dalë në shesh vlera e sadakas, e lëmoshës, e humanizmit, e kështu me radhë, për me dalë në shesh vlera e drejtësisë, kur kemi rast me kasapa që vrasin e thejrin njerëz pa kufi. Këtë kjo për me nxjerrë shesh realitetin e njerëzve. I miri me dalë shesh, durimtari me dalë shesh, zullumqari me dalë shesh, lakmusi me dalë shesh, ateisti me dalë shesh, besimtari me dalë shesh, domthonë këtë njerëzit dalin me brendësitë e veta. E s'ka dyshim se këto situata besimtarët janë e para më të lumturit, e dyta do thot më fituesit në këto betejë e jetës. Na kemi biseduar edhe me mjek jo musliman. Po. Rastin e smundjes. Ata na kanë vërtetuar, jo një, po shumica e mjekëve. Na kanë vërtetuar se kur kemi pacient besimtar, pa marrë parasysh çfarë smundje ka të rëndë, e kalojmë trajtimin e tij, smundjes së tij shumë më lehtë për dallim për atij që na vjen me smundje të ngjashme apo të njëjtë, mirë po i mungon besimi. Do thot, mungesa e fuqisë morale të këtij i dyti është pengesë më e madhe se vetë smundja. Ne du të punojmë që ta ngrisim moralisht atë që pastaj të bëjmë ndonjë ndërhyrje, ndonjë operacion ose ndonjë ndërhyrje tjetër. Të besimtarët e kemi shumë lehtë, ata kanë, do thot, e kanë moralin shumë lart, edhe neve vetëm na duhet të ndërmarrim atë që na jep mundësi mjekësia. Çka kemi mësuar nga mjekësia, çka kemi zbuluar nga mjekësia. Ama besimtari do thot pjesën morale ka të garantuar. Dhe për këtë arsye, edhe në këto situata dhe shesh rëndësia e besimit, edhe rreziku nga mosbesimi ose në këtë rast nga ateizmi, se këto deklarata do thot se Allahu është i gjithdijshëm edhe gjithmëshirshëm, rastin konkret e ka ditë, edhe është kujdes, do thot po e kalon test edhe për të ndjerin që ka ndruar jetë vllaun e tij, po edhe për këtë gjallin që ka marrë dhe ka dhënë shesh ateizmi i tij. E ky ateizëm te ky ka ardhur për shkak të suksesit të madh që ka pas dhe që ka menduar se është sukses vetanak i tij. Dhe ka harruar se çdo e mirë që na e kemi dhe çdo sukses që neve e fitojmë është me ndihmën dhe për kohën e Allahut. E kjo është parolla e çdo besimtarit. Andaj na e vrejmë për shembull edhe në sportet e ndryshme, se besimtari thot çdo sukses i atribuohet madhnisë së tij. Pastaj është normalisht disiplina jeme, angazhimi jem, puna jeme. Po Allahu ka dashur edhe unë kam këtë sukses. Kurse të ateistat ose të njerëzit jo besimtar, ata thënë unë kam punuar, unë jam marrë me sport, unë e kam lënë veten pa gjumë, unë e kam lodhur veten, andaj e kam arritur këtë sukses. Edhe këtë shembull Allahu i Madhëshëm na ka përmendur në Kur'an, sikurse është rasti i Karunit. Edhe kjo ka të bënë me kohën e Musa alayhis salam, një njeri
që ka qenë miliarder, multimiliarder në gjuhën e sotit, mirë po me ndjema sikur se zakonisht njerëzit që kanë pushtet edhe pasuri të paktit janë ata që janë të përkor apo të devotshëm. Një pjesë e madhe e tyre i kap mendje madhësia dhe i kap lakmia. Edhe ky thojke inma utituhu ala ilmin indi keq çka kam e kam fitu me dijen time, me aftësitë e mia. Vet kam ditë me punu edhe jam bo multimiliarder. Edhe sot shumica e multimiliarderave thënë kështu, kum punu une, jam mundu. Nuk jam nal. Nuk kupton se po mundi ti është shkak, ama kryesore në suksesin e tij është ndihma e Allahut dhul xhelal. Edhe leja që Allahu ka dhënë, ai me qenë i atill. Sikur të mos jepte Allahu leje që ai të jetë i pasur, nuk do ishte. Sikur të mos jepte leja Allahu ai të ketë pushtet, nuk do e kishte. Edhe jo muslimanët, edhe diktatorët kur e marrin pushtetin, edhe ajo ndodh me lejen e Allahut. Tash edhe këto dikush ka thënë, po si lejon Allahu marrën një diktator në pushtet? Lejon për mu demasku një grumbull i madh i politikave që janë të padrejta, mirë po janë të maskuara. E vjen për shembull përkrahje e një shembull shteteve të perëndimore të një diktatorit lindjes mesme për me kuptuar se demokracia për cilën flasin ata që ka fjalë goje, s'kan ka realitet. Se përndryshe është kundërshtim me parimet e tyre. E kështu me radhë. Andaj këtë që ka ndodh me lejen e Allahut, vullnetin e tij dhe ndihmën e tij. Edhe ky Karuni thëke unë e këti kam bo vetë. E shka ndodhi me te, Allahu i madhrishëm, një ditë të ekspozimit, të marshimi që kishte aj, me gjithë truprojën e ti, me gjithë pasurin e ti, karvan, do më thonë, ecke aj me karvan, ka shkojke, e për cilin shumë njerëz, shumë kere, shumë sigurim, e hapi tokën, do thot edhe shafiti aj, edhe krejt karvani ti, e gëlltiti toka. Hini brenda tokës. Edhe fe khasaf nabihi o bidaril ardh. Do thot atë dhe shtëpinë e tij, pallatin e tij, dhe këtë njerëzit që ishin me te, na i shafitëm brenda tokës, i futëm tokë. Çesa vlente. Këtë ato miliardat e tuja, ajo fuqia jote, përcjellja jote, sigurimi jot, ushtria jote, kompanitë e tuja, punëtorët e tu nuk vlen. As nuk mund të shpëtu, as nuk mund të ndihmu. Edhe i gëlltiti toka. E kjo është modeli që domethënë Zoti i Madhërisëm paraqet njerëzve që habiten me sukseset e tyre dhe thonë që unë vetë e kam bë. Jo, na kemi wa ma tawfiqi illa billah. Çdo sukses i imi vjen me Allahun, me ndihmën e tij. Dhe themi atë që thotë Allahu në Kur'an, hadha min fadli rabbi, këtë kjo që kemi është dhuntipi i Zotit tim. Dhe atë që thotë Allahu i Madhërisëm në Kur'an, fema bikum min ni'matin fa min Allah, çdo dhunti që e keni është prej Allahut. Këtë doshta me bash të shkjo fjallë doshta me dal. Ka qeni teniser shumë i njohur, nuk e di vitit, cilët vit që ka qenë shumë i njohur, ka qenë lojtari famshëm dhe njihet si legjenda e Wimbledonit turneut, Arthur Robert Ashe. Ai nderoi jetë pasi u sëmur me smundjen e AIDS-it, SIDA-s. Pas një transfuzioni gjaku, para vdekjes i patën ardhur shumë letra nga simpatizant nga të katër anët e botës. Në një nga letra dërguesi pyeste, përse të zgjodhi ty Zoti të vuash nga kjo sëmundje e mallkuar. Arturi u përgjigj me një koment domethënës, i cila thotë kështu: nga e gjithë popullsia e botës, 500 milion fëmijë i kanë hyrë lojës së tenisit. Prej tyre 50 milion i kanë mësuar rregullat e lojës. Nga këta 50 milion, vetëm 5 milion i arritën të luajnë tenis. Prej tyre 50.000 arritën të luajnë tenis profesional, vetëm 5.000 prej tyre arritën të luajnë në kampionatin Grand Slam të tenisit në Francë. Ishin 50 lojtarë ata që mundën të marrin pjesë në kampionatin Wimbledon në Britani, vetëm 2 prej tyre arritën në finale dhe vetëm prej tyre vetëm njëri e fitoi kupin. Në fakt isha unë ai fituesi i asaj kupe. Kur mora kupën në duar dhe e ngrita lart plot gëzim, kampion i Wimbledonit, nuk e pyeta Zotin asë herë, përse unë o Zot? Përse tani që më kaploj kjo sëmundje të them përse unë o Zot? Po, përgjigjet një besimtarit, realisht domethënë i cili ka kuptuar dhe ky udhtim që është përshkruar domethënë shumë përshkrim real i këtë asaj ecurie që e bëjnë një pjesë e madhe e njerëzve në sportin e tenisit konkretisht, po edhe këtë sporte të tjera.
Edhe kjo është ajo që e them na. Po shumë mirë thove. Ibrahimovici Suksesin, domodin, ja atribuon vetvetes. e lip Zotin kur është në tragjedi. Po, a nuk ka pat sukses, e harroi Zotin, bile e mohoi ke. Po da. Bile ka mohu. Tash pse e lip Zotin ti? Po da. Pse e lip Zotin? E kjo është ajo që na thot Allahu wala nabluwannakum bil khairi wa sharri fitne. Ne do ju sprovojmë edhe me të mira, edhe me të këqija për t'ju testuar. Po da. Test. E kur na sprovon Allahu me të mira, na sfankomi. As po falenderojmë Zotin. Kur na sprovon me të këqija, ku është Zoti tash? Po mirë, porti pse tha o Zot falënderes ty. Po da. Edhe prandaj për shkrimi i këtij teniserit që ka fenomenal është tamam një përgjigje një besimtarit, domasi nuk e lipa Zotin kur arrita suksesin, s'kam shka lipi tash Zotin kur ka Jam smuar me sit. Andaj ose je falendrues ndaj Allahut kur ke suksese, që pastaj që pastaj të Allahu të furnizon me durim. Dhe të mos bësh këtë pyetje. Ku është Zoti tash? Me durim do të ballafaqosh sprovën me durim siç e ballafaqove mirësinë me falënderim. Edhe kjo është ajo që neve na ka treguar Islami, shefe tash na po bëjmë mohabet lirë, edhe dalin gjëra spontanisht. Tani del kuptimi i hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min është për të çudit puna e besimtarit. Tash e kuptojmë saktë këtë hadith. Me këto shembuj që i tregum. Është për të çudit puna e besimtarit. Kur e godet një e mirë, ai e falenderon Allahun dhe kët nuk e ka askush veç besimtarit. Dhe kur e godet një fatkeqësi, ai është durimtar dhe kët nuk e ka askush përveç besimtarit. Andaj puna e tij është e mirë. Se jeta është kështu. Domthonë rezumeja e këtij jetës është mes suksesit dhe dështimit. Mes të mirave dhe të këqijave. Mes këndjes dhe pikëllimit, mes kënaqësisë edhe mërzisë. Kështu është jeta. Kur të kish të mira, falënderoj Allahun. Edhe atribuoja këto të mira atij. Kur të kish të këqija, bën sabër, duro. Se kështu është jeta. Të vjen një e mirë, pas të cilës vjen një e keqe. Nëse falënderove Zotin të mira, atëherë kjo e mirë ka me ta mbush zemrën me iman, ke me pas fuqi, me bë ballë, me durim, me sabër këtë fatkeqësi. Nëse bën barë në këtë fatkeqësi, Allahu ka me ta shpëli me një mirësi tjetër. Nëse e falënderon Allahun në atë mirësi, atëherë edhe nëse të vjen një fatkeqësi tjetër, ka me të dhënë andaj besimtarët në të gjitha situatat, për shembull kena Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i Allahut, për gjithësi, Isa alayhis salam, Musa alayhis salam, Ibrahim alayhis salam. Në momentet më të vështira të jetës së tyre, ata kanë qenë, domthonë, si çelik durimtar, si kodrat e mëdha të palëvishme, durimin e tyre. Hyç as nuk kanë hamensu një sekond, a me bë sabër apo mos me bë sabër. Shive Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vjen jetën e çon si jetim. Pa non pa bab. Po. Do thot baba i vdes para se me lind, nona i vdes masi të lind, domethën i vogël, e rrit bab gjyshi. Gjyshi që themi na. Masi i vdes gjyshi, kujdes për të axha i tij. Kjo është domo pjesa e rinisë së tij. Pastaj kur bëhet familje vet, për 7 fëmijëve që e Zoti, 6 ja merr ndërkohë. I metet vesh një fëmijë që vdes mas tij. Ai është Fatime radhiyallahu anha. Ekonomikisht kur s'ka pas domethën pasuri shtesë në shtëpinë e tij. Zakonisht kanë mungu gjërat esenciale. Mirë po kur se ke ndëgju, ai muanku. Se zakonisht gjitha këto situata i ka shiku anë pozitive. Për shembull, normalisht ai ka qenë pjesë e pejgamberisë, dhurata më e madhe, kështu që keq çka ka ndodhur pas kësaj ai se ka shiku as si ka dhënë fal vlerë dhe rëndësie. Edhe andaj kështu besimtarët edhe njerëzit në përgjithësi, nëse kultivojnë mirënjohjen ndaj Zotit dhe falënderimin ndaj Tij për të mirat që i ka, edhe në momentin që ka fatkeqësi, zakonisht në jetë, edhe kjo është një element që nuk do të më shikojë ateistat, materialistat, se jeta 60 vjeçare, 80 vjeçare, në shumicën e vet është e mirë. Momentet e këqija do të shihen pak. Mirë, po shefin çka do të thonë verbëria. Këtë ato momentet që janë 70%, 90% të mira i lën pas dore, i haron, vetëm ato momentet e këqija i kujton, edhe aty e kërkon Zotin. Sikur ta kishe gjetë Zotin të mirat e tuja që ke pas, do e gjesh Zotin me ty edhe në të këqijat kur të ka sprovu Zotin me ta. Nuk e gjetë Zotin në ato të mira që i pate që ishin 70%, 90% e jetës tonë, edhe në këto 10% momentet jetës tonë të këqija s'kime gjetë Zotin tanë.
Andaj edhe këtu tash e kemi hadithin tjetër. Çka thot pejgamberi sa? Ta'arraf ila Allahi fi raha. Njefa Allahun në bollok. Njefa Allahun në vështirësi. S'mundesh, tash ti nuk mundesh me lut me Zotin. Kur kushi nuk jeti. S'mundesh kushte mirë. S'mundesh ti kur don ti me njov Zotin e kur s'don ti mos me injoru Zotin. Pra ne njerëz jemi, njerëz, shok. Nëse ti me injoron një herë, dy herë, edhe vjen zor, edhe mlip, mu tham, vjen keq ama. Ku keve? Po, dje, para dje, më injorojsh ti mua. Jo që kisha nevojë për ty une, ama njeri me njeri, nëse injoron disa herë, edhe vjen momenti i vështirësisë, nuk kujdeset për ty. E jo ma Allahu dhu Gjelali cili jeta jon pa te nuk ka mundësi me jetu, nuk ka kuptim, e tash ti e injoron Zotin, për shembull si përmendëm gjithë ato sukseset tuaja, e kur ti e zor ku është Zoti tash, e se besoj. Ti nuk i bën dam Zotit pse e shpreh mosbesimin ta. Edhe pse ti, domethënë mundohesh me keq përdor këtë rast për me përhap ateizmin dhe luftën kundër Zotit. Përkundazi, ti veç i shton vuajtjen këtë botë vetvetes, se zakonisht njerëzit domethënë puna e vetvrasjes është njëra prej zgjidhjeve që ata e zgjedhin me gjithë këto suksese dhe pasuritë që kanë. Smundjet psiqike janë njëra prej përfundimeve që i kanë, vuajtja shpirtërore janë njëra prej dënimeve që i përjetojnë që në këtë botë para se me shku te Zoti. Edhe s'kanë mundësi me pas jetë të lumtur ata njerëz, kur njëra hiç me garancë. Asnjë njeri ateist, mosbesues, refuzues i Zotit, nuk ka mundësi me pas jetë të lumtur. Në momentet më private të tyre, në momentet më intime të tyre, atë kur rrëfehen ata, edhe tregojnë se pishmallokun e tyre që kanë qenë të këtill refuzues dhe Zotit, edhe vuajtje shpirtërore që kanë shoqëruar ata dhe ankthin e vazhdueshëm që kanë pas çdo natë kur janë vetëm ata vetë. Mirë gjë, në për Instagram dalin në për plazha, sen, shëtisin botën, haje, pije. Kjo është ajo që tentohet sot. Aktrema kjo. Jo vetëm këta, shembull më ekstrem për si ti më fol. Fatkeqësisht kjo smundje i ka kapluar edhe njerëz të rëndomtë edhe ato shpresave mesatare. Sepse nisën ata nuk e kanë kuptuar se dëfrimet, argëtimet, kënaqja e pasioneve, epsheve tona fizike, materiale, janë kënaqësi trupore. Edhe ato momentin që ti e shijon, edhe mas e kalon. Nuk përcjell, domethënë, kënaqësinë nuk e përcjell, nuk e merr me veti ndikon më gjatë. Kjo është një. E dyta, esenca e lumturisë edhe gëzimit nuk është tek kënaqësitë fizike trupore. Po është ajo shpirtërore. Edhe këta njerëz për shembull në momentin që kanë vujtje shpirtërore, shkojnë dëfrehen, argëtohen për shembull nëpër plazha të mëdha, nëpër diskoteka të mëdha, nëpër hotele të mëdha, nëpër dëfrime argëtime të ndryshme. Që na me orë me përmend nuk mund na merr mundaksu se sa lloj dëfrimesh, argëtimesh bëjnë njerëzit sot tu mendue se ashtu kanë me i dhonë vetes lumturi. Edhe këtë është gabim. Se ata me këtë që e bëjnë e kënaqin trupin, pjesën fizike, materiale të vetën. Shpirti veç i shtohet vuajtja e shpirtit. Do të i shtohet mungesa e lumturisë, i shtohet vetmia, i shtohet ndjenja e të qenurit i burgosur, shpirti. Edhe andaj Islami ofron zgjidhje në momentin që ke probleme shpirtit, ke mungesë lumturie, gëzimi, nuk thot jepu mas dëfrimit argëtimit, po thot jepu mas adhurimit Zotit. Njife Zotin tan, krijuesin tan, adhuroje atë, sepse siç kanë thonë dietarët musliman, shpirti ngelet bosh, ngelet i shka për derdhun, derisa nuk e njeh krijuesin e vet. Dhe derisa nuk e adhuron ata. Më thot që miri të thonë hoç, thot po sum kënaq adhurimi. Shkojnë namaz e fali sum kënaq. Po, nuk e kënaq. E di pse? Sepse është pis. Mu më kënaq sot alkooli, femra, droga. Po, se shpirti i tij është i pis, i përllomt. Ai nuk mundet me shiju lezetin e adhurimit. Për shembull, nëse ti e ke një kerr, edhe ka filterin e mosh me llam. Ti çfarë dush benzinit që ti? Benzinin më të mirë që ti. Nuk ngrev kerri. E qartë. A kupton? Se filteri është i zant. Edhe zemra e tij, çfarë dush, domethënë adhurimi jepi me vë, se nisë filterin do të me pastru njëra me pendim. Çish me pastru? Me pendim. Me pendim. Po sum vjen ajo për mu pendu. Jo, e po këto është në pranë. Menti ka monet shkojnë partit, kënaqna.
Që jam kënaqur. Realisht, ai njeri hala se ka kuptu vogëlsinë e tij dhe madhështinë e Allahut krijuesit të tij. Edhe andaj ai mendon se nëpërmes këtyre dëfrimeve ka me kënaqë veten. Edhe këto dëfrime tu dhëgjyt më tepër në to, ato ty ashtu më shumë vuajtjen e shpirtit të tij. Mungesën e lumturisë në shpirtin e tij. Edhe atëherë ka më ardhur moment që kam thonë, po çka u bë kjo punë, s'po kënaqna. S'po më jep atë lumturinë që po jam ty lip. Bën parë, bën, domethënë shëtitje, bën famë. Nuk jep atë lumturinë. Na e kemi lexuar në biografinë e shumë njerëzve të famshëm, vetë personisht. Aktor qofshin ata, biznesmen qofshin ata, figura domethënë publike, ata vetë e kanë deklaruar në biografitë e tyre. Krejt i kanë pas, famën e kanë pas, pasurinë e kanë pas, këtë gjëra që kam dashur i kam arrit në jetën time, ama i lumtur s'kam qenë. Edhe njerëzit më të afër më kanë pengu. Edhe ata të rrethti kanë pa. Edhe ata si uq mu janë duk. Se rinë rreth meje veç me përfitu diçka prej meje. Po edhe Hoxha Abdul Fuga kur ish në podcast e përmeni, tha shumë vipa, edhe pse nuk i kallzoi emrat. Tha shumë vipa vinë në rrugë tonë, tha. Po sigurisht Vipa shumë të njohur këngëtar ka. Po. Këngëtar. Po çe pa na rumë bosh kurtes, po da e bëj shoh. Edhe këtë e kam si informatë, më thonë njerëz me emën, me famë, shpeshher kur kanë dalë në skenë para publikut, në podium, kanë pas stres, kanë pas ankth, kanë pas shqetësime dhe kanë kërkuar shpesh herë për hoxhallarëve mi i fry ata. Megjithatë këtë punë që kanë bu kundërshtim me rregullat e fesë, ama kanë lyp domethënë dikush me e fry para domethënë koncertit ose para punës që ka bu, se e ka ditë megjithëse është të bëu domethënë këtë që e bën është kundërshtim me rregullat fetare, po e ka ditë se përsëri pas Zotin edhe këtë se ne bën. Po dhe për mësimsh. Edhe këtë shembull e di me emër mbi emër, po normalisht nuk ka nevojë më përmend, po kjo është e vërtetë. Çka e mirë xhallarëve se kur nuk i ke çfordorin emrat. Po kjo është ajo se na kemi amanet fen, edhe amanet hallet e njerëzve. Se me kon dikush tjetër e ke çfordor, Normalisht ato bëjnë, ti e din se video, bestsellerat për shembull, libra qofshin ato ose video, bën me skandalet e vipave. Po. Shikojshmëria në rrjetet sociale bëhet me skandalet e vipave. Te na e kundërta, se na e kemi do thot edukim nga feja e Zotit, nëse Allahu i Madhreshëm nuk i publikon mëkatet e krye rebelëve ndaj Zotit. Kush jemi na që të publikojmë domethënë mëkatet e njerëzve të rëndomtë. Ati sa të më të mëdhenj, 100.000 zeza e kanë bën në vet. Zoti ka mujt me publiku më njëherë dhe me turpnu. Ata janë turpnu me kalimin e kohës, po pi njerëzve që e kanë tepruar me kotësi dhe me ligësi. Ama Allahu ka mujt në ditën e parë me turpru ata. Po s'ka bëhat punë. Përkund pse se Zoti, do thotë qasja e Zotit ndaj njeriut, si e tregon ai, si na tregon ai neve, është që ai e çel derën e pendimit në mëngjes, që të pendohet ai që ka bërë mëkate natën. Dhe çel derën e pendimit në mbrëmje që të pendohet ai që ka bërë mëkate gjatë ditës. Që ky është Zoti jon. Muhabeti është që vipat nuk e kanë atë jetën e lumtur që ishte përshkruar. Jo, ajo është mashtrim. Mashtrim ashtu. Fillimisht mundohen me mashtru vetveten se të shajnë ato u kënaq. Masën me mashtru edhe ndjekësit e vet që domethënë na jemi në top form, jemi gjithsesi është okay me ne. Pa Zot. Po, domethënë që neve edhe pse se kemi besime, edhe pse se kemi adhurime, apo na jemi të kënaq. Nuk mundet. Nuk mundet. E themi sot edhe 1 milion vjet. Nuk mundet njeriu mu kënaq pa udhërim të Allahut. Shpirtnisht nëse nuk e njeh Zotin. Nuk mundet. Që i bie me shumë fal namaz. Edhe këtë shembujt e jetës, domethënë shembujt që i dim edhe i lexojmë, na e vërtetojnë këtë fakt. Ata këtë i kanë arrit në mungesë besimit në Zot, ata kanë pas vuajtje vazhdimisht. Për shembull, ai ka bëu fotografia në rrjetet sociale duke u kënaq. Ama në fund kur ka ardhur para vdekjes, i ka shpalos këtë ato që i ka mashtruar njerëzit përpara me të kundërtën. Ti shakon Taliban kur të vereve. Se neve na thon Taliban. Ti shakon besimtar. Po neve na thon Taliban. Edhe këtë e tregon Allahu. Ja, kam të thonë çdo njeri. Ja lejteni, sikur të kisha dhënë, kisha kontribuar diçka për jetën time. Kështu është ajeti kuranor. Po. Kur e thot këtë njeri masi ringjallet. E çka do thot se ajo ka qenë mashtrimi, cilin kanë jetuar njerëzit. Edhe kanë menduar se këtu është çdo gjë. Ha me pi me dëfrehemi, argëtohemi, edhe këtu përfundon çdo gjë.
Kur ka ardhur dita e ringjalljes, e shef se atje ka shku domethënë bosh, pas një gjë. Pas një kapital. Atëherë ka më thonë, ja lejteni qaddamtu li hayati, sikur të kisha kontribu për jetën time. Cilën këtë tash që është e jetu, atë edhe s'ka kur gjë. E shef se domethënë gjithë ato ditë që i ka pasur në disponim, gjithë ato javë, ato muaj, ato vite, nuk i vlen, nuk i bëjnë dobi. Edhe pishmalloku ka me qenë shumë i madh, andaj Allahu i madhreshëm kiametin njëra për emrave ka qytë jaumut tagabun. Dita ku njerëzit do të bëhen pishman pse nuk e kanë shfrytzuar jetën edhe se kanë materializuar jo për të fituar kënaqësitë e kësaj dynjaje, po për të fituar kënaqësitë e jetës pas vdekjes. Allahu ta ka dhënë mundësinë ti se ke shfrytzuar. Hoxha, vetvrasja. Të kthehemi te tema ku jena. Vujtje e madhe, probleme, meno, s'ka zgjidhje, altien, bam. Kjo zgjidhje. Trahatona. O po zgjidhje? S'o po zgjidhje. Domethënë ti e ke ndal vuajtjen për ty. Personi, unë Për moment. Ai që e bën, gjithsesi. E ka ndal vuajtjen për veten në moment. Ama vuajtjet e ti henes fillojnë, ato më të mëdha. Kjo është një. E dyta, vuajtjen e ti personale tash e ka bëu vuajtje këtë familjes. 2. E treta ka bëu vuajtje shoqërisë. Se na gjithë çfarë që ndëgjojmë për shembull një rast vetvall, kush do qoftë ai? E njohim se njohim. Neve na dhimbset. Sa na dhimbset ai, viktima në këtë rast, është na dhimbset prindërit e tij. Prindrit. Edhe zakonisht ka ndodhur për shembull, ka ndodhur në një rast i vetvrasjes me një familje, prind, domethënë, ka pasoja fatale për to. Janë në livanos, janë smu, Sproveron, kanë ra, dikush edhe ka vdek nga mërzia. E kështu që e ka bëu, domethënë vuajtjen e ka bëu më të madhe. Normalisht edhe gjithë familja e gjon, edhe gjithë shoqëria ka vujt. Ama më e keqja që është ai këtë vuajtje prej një terreni ku mundet mu të i kalu. Mas paku me ignorim, mas shumë ti me zgjidhje. Ka kalu me një terren që domethënë s'ka ku një farë zgjidhje për atë që ka bëu, për atë aktin makabër, vetvrasjen, se dënimi i Zotit është i dëmshëm. Edhe ajo e pret atë njeri. Edhe normalisht na besimtarve u tregojmë këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ndalojmë vetvrasjen, ato që ka thënë Muhamedi kush e merr një hekur dhe me te bën vetvrasjen me thik ose me pushk, pistolet që përmendet si shembull. Shembull. Thot ai do të dënohet me atë hekur sa të jetë gjallë në jetën pas vdekjes. Në xhenem. Ose ai që ka pi helm, që ka thonë malet me helm atë. Ka mu qetësu. Po. Ose ai që disi ka vujt. Po, kam jashtu vujtjen me të. Domthon gjatë nëse këtu ka jetu për shembull 5-6 vjet, 70 vjet me vuajtja 1 vjet, 2, 3, 5, se tham na, momentet e vuajtjeve në këtë botë janë shumë më pak se momentet e kënaqësive. Atje pafund. Miliona vite. Kush e hudh veten nga një mal, domethënë ngërmadha për ta mbyt veten, ka me vazhdu që ashtu me torturu veten. Ndërtesë shtash fugën. Po. Ashtu ka me dënu veten në xhenem pafund. Edhe andaj kush këto janë porositë e Islamit që e shtin çdo njeri me mendu pse me vë vetvrasje. Domethënë ai që bën vetvrasje shkon në xhenem ose. Dënohet me xhenem gjithsesi. Po atëherë desh ka me bot madhe këto me profesor me xhallar me shkruaj dikon, o djem. Po, duhet me fol. Po xhenemi është fundi e atyre që bëjnë vetvrasje edhe nuk është zgjidhja. Thash na ata veç që ja shkojnë ja vështirësojnë vetes jetën edhe më tepër. Edhe duhet me qenë domethënë shumë të vëmendshëm, edhe normalisht na duhet me bisedu me këta njerëz, edhe kjo është që japin na si këshilla porosi. Çelni dyert e komunikimit me gjithë trit e trejat, me gjithë njerëzit. Kushdo që ka hall, ka vështirësi, ka telashe, domethënë ofroja veten tonë. Çela derën. Jepi këshilla, jepi domethënë udhëzime. Jepi mundësi ai për shkak të rrëfehet, të shpreh brengat. Ndihmoje nëse ke mundësi me ndihmë ndonjë farë forme. Mos bullizo. Gjithsesi është problem shumë. Është njëra prej arsyeve që fatkeqësisht krijojnë tensionim, domethënë në psikën e njerëzve dhe situata e padurueshme dhe mendon se vetvrasja është zgjidhje, gjithsesi Çish duhet mos sill ai i ri i shkollës mesme kur bullizohet edhe thotë ha t'ja fund jetës se këshire. Duhet me ignoru bullisi, se bullisi është njëri, domethënë njëri me sjellje të ulët. Duhet me ignoru sjelljen e tij,
duhet me u ballafaqu me demantuat që e thot ai dhe me qortuat për bullizmin e tij, duhet me kërkon ndihmën e profesorit, janë të tri që s'mundën me ndihmën e folur. shokut, ndihmën e prindit, duhet me qel kët, nuk ban me e akumuluar vetvete kët. E qartë, ama i vën mora E vërtet është, e vërtet. E marr Njerëzit e veti. tillë zakonisht janë të mbyllт. Po, dhe. Introvert i thënë domosdoshmë, njerëzit mbyllët në vetvete, edhe komunikimin e kanë të mbyllët me rrethin që është jashtë. Ju përshëndesim ju dëgjoni Hoxhën. Ama na duhet për shembull nëse na e shohim që një fëmijë për shembull në klasën tonë është i tillë, na nxon tjerë duhet me e trajtu domethënë atë me drejtësi, me kujdes, edhe në momentin që shohim veç pakës. Shohim që dikam pe nxënësve shokëve tonë e bullizon, mi thon nalo. Për shkak pasojave, sepse ti mundesh me bullizu edhe ndaj frerë, Po, ama i ta kthen, ti thën hund. Po valla. Edhe aty nalesh. E kur e shef se kista kthen, aty vazhdon. Na duhet me thonë ka dal. Pse? Se nesër vllavi jem mund me koni tillë. Se nesër motra jeme mund me koni tillë. Se unë kam për shembull 17 vjet, po e kam vllahun 7 vjet. E kam motrën 12 vjet. A kupton? Na e para kjo vlen edhe për bullistin. Ke frikë Zotin, e para e dyta kujdese ta kthen Zoti, ti sot ti bullizon dikan dikush mundet në vllahut tonë me ta bullizon në motrën tonë. Po valla. Kthehet. Po nxënësi domodin duhet me kon zgjut këtë rast edhe mos me lejue me vazhdu bullizmin ndaj atij që është i mbyllur në vetvete. E treta është duhet me komuniku dikush që është më shok i afërt me të që me i dhon mundsinë ai me shprehjat nervozën e tij, mllëfin e tij, dhërimin e tij dhe mos me leju që ajo ta akumulohet ai me javë, me muaj, me vite, që pastaj të humbet sabri atij, të humb vullneti për jetë edhe të merr vendimin për me bë vetvrasje. Arsimtar, profesor, me sa e di, unë çdo shkollë ka pedagog, ka psikolog, ata që këtë detyrë kanë domethënë që të bëjnë skenimin e gjendjes domethënë psikologjike të fëmijët, edhe çojnë se ka dikush për fëmijëve për shembull hiperaktivitet ose dikush ka mungesë aktiviteti ose dikush ka sjellje të ligë ose dikush ka çështu situatë domethënë të mbyllët, të trajtohen ato siç domethënë e jep shkenca. Unë Hoxha, di që kum shëru, se edhe unë kam qenë i bullizum në shkollë të mesme, në fillore, për shkak peshës, se. A di që kum shëru këtë problem, që po du publikisht me ju tregu. Totalisht e kum ndru shoqërinë. Prej xahiljeti, jam shoqëru me vëllezër musliman. Se e disha se këto nuk të keshim se s'ki pare, pse je shnosh. Po s'është me rëndësi ata ki para, s'ki pare. A di dojnë veç pse je musliman. Se fal namazin. Veç pse e fal namazin jam kënaq që u bëna 20 vjet që jam. Jo, se kjo është e vërtetë. Njëra prej arsyeve që bullizmi lën gjurmë, gdhent tek i bullizuari, domethënë këto anomali, është se ai shpirtërisht është i dopt, edhe atij i mungon besimi në Allahun, edhe i mungon adhurimi që ja mbush shpirtin me energji pozitive, me rezistencë. S'ka i rezistencë për shembull morale, që themi na sabër, rezistencë imanore, që themi na qendresë, refuzim i ndikimit negativ, domethënë nuk lejon mu mbush me energji negative. Ai bullizmin e injoron, edhe bullizi domethënë duket se nuk ekziston ai fare në atë kompleks shkollës hiç. Edhe kjo besimi në Allah dhe adhurimet e mbushim me energji pozitive, plus që thonë atë domethënë ndryshimi i shoqërisë gjithsesi, se mo njerëzit kanë frikë Zotin, se wailun likulli humazatin lumaza, vaj për gjithë që tallen. Po, Ama tallen ndesh me fjalë, ndesh me mimika. Vaj, xhehenemi është dënimi për ata njerëz. Sa mira mu shoqëru me vëllezër musliman. As nuk të kesh se s'ki pare. E vërtetë nuk shoqërohet me ti pse ki pare, pse ki famë, pse ki tesha të bukura, pse domethënë ki kushte të mira, jo. Ai rrin me ty pse ti e beson Allahun, rrin me ty pse ti e fal namazin, rrin me ty pse largohesh pi harameve, rrin me ty pse lexon Kur'an, rrin me ty pse bën dhikr, përmend Allahun, rrin me ty se do thotë mundosh edhe shumë tjera të mira. Mundosh më jam mësu dikujt fen. Rrin me ty pse domethënë nuk ja vjedh lapsi, nuk ja vjedh fletoret, edhe nuk ja vjedh çokoladat, aty janë probleme të përditshme që fatkeqësisht ndodhin në mungesë frikës për Zotit. Aty ti vjedh patikat për shembull, aty ti sa i ke blej kur shkon ti kanë vjedh aty. Edhe pra na gabimin më të madh që bën shoqëria jon, e para është mos respektimi i fesë. A më e keq se kjo është lufta që fatkeqësisht pak janë ata, ama ajo që quajmë na islamofobi ose religionofobi, anti-islamizëm më konkretisht, janë fenomene shumë destruktive në jetën afatgjatë të një shoqërie. Edhe tjetra është, do thotë, se në shkollat tona, në qendrat edukative arsimore, do thotë nuk respektohet feja. Sheve një krahasim veç po duam me bë.
në popujt e Ballkanit, në gjithë shtetet e Ballkanit ku janë katolik ose ortodoks, ata kanë respekt maksimal për klerikët fetar të tyre. Ndeshna për kisha, ndeshna për shkolla, ndesh kudo që janë ata. Po valla. Veç të pjesa muslimane, domethënë, fatkeqësisht insistohet në një ateizëm agresiv, edhe një mos respekt total ndaj figurës shoqës. Po flas për institucionet, flas për individ. Po. Se kemi individ që ai për shembull personalisht e respekton shumë një hoç. Ama nëse merr pozitë institucionale dhe i shkon ti si hoç, nuk të jep njëjtin respekt. Tutët se karriera e tij mund të varet prej respektit që jep atë tek ortodoksët dhe katolikët e kundërta. Sa më shumë që respektohet, sa më shumë që respektohet kleriku fetar, aq më tepër respektohet ai njeri politikan, qoftë drejtor, qoftë çka do qoftë. E këtu të shqiptar domodin te pjesa muslimane fatkeqësisht mungon respekti ndaj figurave fetare, po flas të njerëzve që kanë pozicione institucionale. Ai mundet me dashur hoxhën privatisht, e respekton maksimalisht, ama nëse është pozitë ministër për shembull, drejtor, si ti shkojsh ti si hoxh, nuk e gjen respektin e njëjtë siç e gjen për shembull një preft katolik qoftë ortodoks qoftë, kur shkon te një institucion nëse ai drejtori ose ministri është krishter ortodoks ose katolik. Edhe kjo është kompleks inferioriteti që fatkeqësisht me kalimin e kohës e kanë nguritur një pjesë e madhe e shoqërisë që merret me punë shoqërore, sociale, politike, a mendoj se kundët është më e saktë. Domethënë sepse fundit këtë na jemi të jetu me këtë shtëpi, këtë jemi në këtë anije, edhe këtë na duhet me kontribu për me shku me lundru anija, domethënë drejt e sigurt edhe e qetë, drejt Bregdetit, domethënë kudo përfundon jeta e secilit. Ka pas disa lajme ku vetvrasi ka lënë porosi, domethënë nga presioni i fajdexhive. Po, Lekt është, ato kishin me paston lekt e keni ju me na majt ligjërata, po hajde pagujmi borxhet, tonë çka janë bën këto miliona ku bën borxhe. Andaj po vetë vrana dhe po rahatona. E para është problemi se nuk zgjidhen problemet ekonomike me fajdexhi. Vet emri fajdexhi, kamatash, nënkupton me automatizëm padrejsinë zullumi, sepse ai të merr domethënë 1/3 e parave tuaja e më shumë se shkon të rrit ajo pastaj vonesa e lajmjes borxhit, derisa bëhet domethënë kamata ose fajde më e madhe se vetë borxhi. Edhe andaj fetarisht rregullat islame e bëjnë të qartë shumë mirë sepse nuk ka zgjidhje problemi ekonomik me kamat. Përkundazi, kamata e dobëson ekonominë dhe zhvillimin ekonomik, tash kjo është lëmi tjetër që na domethënë kemi akoma me sharu. Andaj na i këshillojmë njerëzit mos tentojnë me zgjedh problemet ekonomike me fajdexhi, me kamat. E dyta problemi i kamatazhëve, i fajdexhive, domethënë duhet me pas frikën e Allahut edhe mos me nxjerr i ndyrën njerëzve me këtë sistem, se është zullum padrejti dhe ata nuk kanë mjekzuar pasuri që e fitojnë me fajde. Edhe ata janë gjakpirës realisht njerëzve. Edhe këtë zullum që bën njerëzve, që va marrin shtëpiat, va marrin kerret, va marrin arin, va marrin domethënë gjërat më të shenjta që kanë njerëzit për shkak vonesës së larjes së borxheve, kam ju dal për huni ajo ndonjë. E mos flasim për dënimin që i pret në ahiret. Edhe pastaj domethënë e treta i themi na këtyme që thonë hajde miloj borxhet, po tamam se ka borxhe që janë të logjikshme, ka borxhe që kanë një si më thon kufi të racionalitetit. Edhe mundesh me kuptuar, për shembull, je kon shumë i smund, ki pas nevojë për operim emergjent, s'ke mund me gjet parë, ki marr të fajdexhia dhe këtu zakonisht njerëzit solidarizohen. Ama ti më marr për shembull, opton borxh kredit e fajdexhit për me ndru për shembull orendit e shtëpisë. Kur kush sa kupton këtë nevojë. Ose për me ndru kerrin, me bleni kerr më të mirë. Kur kush sa kupton këtë nevojë. Ose zoti mos e bëhet që ka kësi raste vetëm me shkum pushim, thënë. Edhe thash, hajde ti më laj borxhet. Jo, kur kush ti la borxhet. Ama po nëse ke marrë të parët se tu kanë ndesh shpejt edhe s'ke mujt me gjet për një rast operimi urgjent, këtë njerëz solidarizohen me ty. Megjithëse ke gabue, apet ndalin ndihmë. Kështu që varet rasti për rastit, ama ne i themi ti Allahu të ka dhënë mend, feja të ka dhënë udhëzime, shoqëria të ka dhënë ndihmën, edhe zakonisht shumica e njerëzve që kanë probleme ekonomike ka përcej me ndihmën sociale dhe ndihmën humanitare që bën njerëzit në vendet tona. Qortimi është shumë në rregull. Mirë, po personi mo veç ka hin fell. Edhe është. Çish më ai gishtin pi altis. E marrim atë e para, domthon flasim me të, tregojmë se kjo që ti bën që zgjidhje nuk është zgjidhje. Sa i borxhi ngelet te fëmijët e tu.
Ti ki bo do vjet, ki do njerëzi, ki do një përvoj, mundesh me punu, mundesh me siguru para, ma fëmijët e to. Në më faktisht i le ata dhe ma keq sa që ke qenë ti. Andaj vetvrasja nuk është zgjidhje, s'ka është zgjidhje, i themi pendohu te Zoti fillimisht për këtë vepër që po. E dyta, domethënë, pendohu në mënyrën se si ti ke vepruar. Edhe nisja puno me drejtësi, puno me djerës, edhe nisja laj borxhin, ma sa mundesh dhe kërkon ndihmë prej tjerëve me borxhe jo të fajdexive, borxhe njerëzve human, që ti lash borxhet e fajdexive e masë ka pak ti kthesh borxhet e njerëzve human, edhe këtu kemi pas bashkëpunim sa të dush. Shef njëri kur të pendohet te Zoti, Allah i bën rrugdalje. Jep zgjidhje dhe rrugdalje. Andaj ajeti kuranor është shumë i qartë, ai që ka frikë Zotin, Allahu i jep atij rrugdalje dhe zgjidhje dhe e furnizon ka nuk e pret. Na kemi raste, na kem treguar për dese, për mëngjesit ndëgjosha një këshill tema që kisha thonë, ai kur vajza domethën ka desh me la borxhin babës. Po. Në TikTok e kom postu për atë ditë. Don ajo ka thonë, unë jam i gatshëm të martona edhe me një plak, veç t'ja loj borxhin babës sepse e du babën më shumë se vetveten time. Edhe ka ardhur ai plaku me pretekst martesën, ka thonë, "Çe borxhin e babës, edhe shko çe parë ti për ty, shko marto me ka dush se masi ti e do shëqash shumë babën tanë, edhe kanë e gatshme me sakrifiku jetën tonë, ardhmërinë tonë, atë ti meriton çdo ndihmë dhe përkrahje ndihme. Edhe ka plot shembuj të këtilla. Nuk kanë fantazi atin, po janë ndodhi reale që i kemi lexuar na domethënë për njerëzve që i kanë përjetuar ato raste ose do thotë i kanë dëgjuar për vet protagonistëve këto raste. E fundit që duam të diskutojmë me ti Xho, vetvrasja për dashuri. Kjo ndodh shpesh. Domethënë një moshkull ose një moshkull e do një femër shumë, vunë shumë për ta. Do me pas gruaje sen, edhe nuk i kthehet dashuria me dashuri, ose e tradhton me dikën edhe ki smunet me tu mo jetë. Më kujtu një përgjigje shumë interesante më lidhe me këtë. Shifne modelin që ofron Perëndimi dhe modelin që ofron Islami. Perëndimi çfarë modeli ofron te rasti i vetvrasjes për dashuri? Romeo dhe Julieta. Po. Edhe këtu gabimi. Ato janë vetvra. Kjo është gabimi, pikpyetja janë vetvra, supozojmë se janë vetvra. Mo kjo shembull i keq. Nuk është shembull që vlen të bëhet roman për të bëhet film për të bëhet domethënë modeli i trive. Cili është modeli i Islamit apo? Yusufi alayhis salam dhe Zuleja. Po them. Yusufi u koni dashuruar me Zuleja. Jo, Yusufi. Kon Zuleja i dashuruar me Yusufin. Po. Edhe ka pas pushtetin mbi të. Me hadha Allah, mbrojt Zoti. Se nuk ban muslimani domethënë mi dhon përparësi epshit, temë për cilën folëm në fillim, para logjikës. Para rregullave të fesë, pastaj para logjikës. Nuk mundet. Andaj ti nëse nuk i drejt me qenë me te, me pas jetë bashkëshortore, jetë intime, pa kuror, keme bo sabër. E Allah ka me të kompenzu sabrin, me të mirën këtë botë dhe ka me të adhuru personin fjallë. Nëse është besimtare, jetën pas vdekjes në ahiret. Edhe kjo punë zgjidhet. Andaj, porosit e Islamit janë se njeriu nëse dashuron në dikend, edhe nuk arrin të martohet me atë që e dashuron. Edhe ajo dashuri shkakton vuajtje shpirtërore te ai. Allahu i madhëshëm për shkak të dëshmërisë ka më dhënë shpërblimin këtë botë, ka më dhënë jetë të këndshme, gruaje të bukur, gruaje të mirë këtë botë, edhe normalisht ka më dhënë xhenetin ahiret. Siç ndodhi me Yusufin alayhis salam. Yusufi alayhis salam e mbrojti vetveten, ishte nën pushtetin e Zulejhas. Ajo kishte fuqi, kishte pushtet. E kërcënoi, tha Allahu mbrojt. Edhe nuk pranoi, domethënë me gjithë torturën që avoni tentativën për ta dhunu. Yusuf alayhis salam iku dhe shpëtoi edhe u burgos. Mirë po, ruajtja e nderit, edhe në burg, shfrytëzimi i kohës për të thirrë njerëzit në besim Zotin një, e bën ata që të jetë figura kryesore në krejt e Egjiptit në atë kohë. Sidomos në vitet e krizës që kishin, jo vetëm Egjipti, por e gjitha zona. Edhe në fund, pastaj, domethënë ja dha Allahu atë që e don ai. Kështu është i themi na çdo triut. Nëse je dashuruar me një vajzë, edhe mundsohet me jetu me të, alhamdulillah. Po nuk mundsohet bën sabër. Sabrin e pagun Allah. Ruje nderin tan, edhe Allahu ka me ta paguajt. Në fund, ai thotë smuju në pa çkit person, smuj me paramenu jetën me dikant tjetër. Veç pa Allahun s'mundet me jetu njeriu. Veç pa Allahun.
Ama njeriu mund me jetu pa gjithë njerëzit që ka dashur më shumë ti në jetë. Këshilla juaj është me bë sabër, 1 muj, 2 muj, 1 vjet, qetësohesh, vend tjetër E ofertë. para na themi, do thotë çdo kush që ka domethënë dashuri ndaj një vajze ose kanë dashuri të ndërsjellët. Po, Ata do të më insistu të prindë vet, mi i bind ata u bashku. që na jemi domethënë dashurum njëri me tjetrin, e mendojmë se e meritojmë njëri tjetrin, edhe mos na e prishni kët qef tonin. Djali me fol me babën e vet, vajza me nanën dhe babën e vet. Nëse i bindin familjet, domethënë ata bashkohen. Nëse nuk binden familjet, ata nuk duhet e para me tradhtu Zotin, e dyta mi bë dam njëri tjetrit në aspektin moral, e treta me tradhtu familjen e vet. E katërta me dhon shembullin e keq në shoqëri. Edhe me bë sabër, sikurse e përmende. 1 javë, 2 javë, 1 muj, 2 muj, 1 vjet, 2 vjet, ai pasion, ai epsh që është ndërtuar nga dashuria për të fillon e venitet. Qetësohesh kadale. Qetësohesh. Ti mundesh me ngel me një dashuri, domethënë pa fikur në brenda teje për atë person, ama më nuk e lun rolin atij problemit të madh që ka pas në fillim. Edhe andaj neve Islami na mëson që e para na mos shikojmë domethënë shumë djathtë e majtas domethënë gjemt femrat e femrat gjemt. E dyta në momentin që ka kësi lloj anime për një djalë për një vajzë, me insistuar në martesë, në momentin që si u mundsohet, atëherë me këshirë me fitu kënaqësinë e Allahut dhe me mbrojt nderin dhe moralin e vet, dhe pastaj me prit që Allah më ia kompenzu me diçka që është edhe më e mirë se ajo që ka dashur, edhe në aspektin e dashurisë, edhe në aspektin e bukurisë, edhe në aspektin e respektit, se sa ajo që ka tentuar vet ta merr duke e shkelë dhe kufit ose normat fetare. Mundoj jo nuk ja vlen me vro për dikant që nuk don ti me vro. Po, sidomos nëse ka këtë rast, nëse kemi na injorim për palës tjetër, refuzim. Tin xhenem për ti. Edhe kundërshtim, po jo, po ajo është më çmenduria, është nënçmim i vetvetes. Ajo të ka nënçmu për shembull, të ka injoru, të ka ofendu, ti tash me up jetën për te, po ti kundras jetën, nëse ai jetën edhe xhenemin. Edhe te më shumë. Edhe tregoje e porosinë tënde ndaj tij, domthonë qoftë djali ka injoruar qoftë vajzat është. S'është më rëndësi. Asnjëni nuk ja vlen me up jetën për njëri tjetrën, sidomos për si gjëra që janë momentale, kalimtare, dhe normalisht në adoleshencë doza e epshit është pak më e rritur dhe presionin psiqik që shkakton është më i madh, ama nuk është e pashirueshme. Veç dush me ftoh veten pak, me angazhu veten me dituri, me angazhu veten me profesionalizëm, me angazhu veten me aktivitete, me largu vëmendjen nga personi konkret, qetësohesh ratosh, pastaj Allahu ta kompenzon këtë sabër, këtë durim, këtë ndershmëri me, domethënë, partner jetës më të mirë, e më të bukur, e më të dashur se sa ajo që ti ke dashur me marr ose me dhënë jetën për te, se s'ka dashur ajo ti. Apo dëgjoni djem dhe vajza të reja, sidomos ju nga shkollat e mesme. Jo, është e turpshme, me ndodh në shoqëritë tona djem. Dëgjoni hoxhën, dëgjoni. Me qenë me rang si nivelit ult. Xhenemi që vinë njerëzit për familjeve fetare, besimtar, janë fenomene të papranueshme me dhimbje të mëdha. Duhet me fol nëse ka kësi rast ose kësi mendime të njerëzve që për gjëra banale me humb jetën, a jeta që ta ka dhënë Allahu si dhurat është ajo e cila që Allahu ta ka mbrojtur jetën ty, tukon ti në bark nanës, ta ka mbrojtur jetën ty kur ke qenë i fëmijë i vogël. Derisa ke 15 vjet ka rujt Allahu me melaçet e veta, në bark nanës e ka ndaluar nanës për ta abortu. Tash ti vjen e bën vetvrasje. Mo shfrar të kthej na për 20 ditë. Ti shfryzoj jetën me vëlla, me marr dije, me kontribu për zhvillimin e familjes tonë, shoqërisë tonë, me mush me vepra të mira dhe nesër më kënaq në xhenet. Edhe plus kjo jetë është e bukur, më kënaq. Gjithsesi kënaqu me hallalin e madh që ka dhënë Allahu kënaqu. Ama këshive suksesi jot, kontributi jot është kënaqësi. Se ke bën mirë familjes tonë, ke bën mirë shoqërisë, ke bën mirë njerëzve. Merru këshive rinia jon, lëni këto filmat edhe. Po, dilni për filmave. Duhet me mush zemrën me besim në Zot. Kjo është e para, me adhurimin ndaj Zotit. E dyta, duhet më marr me dituri, me shkencë, me mësu, me lezu vazhdimisht. E treta, mas ta kaloj shkollën e mesme, fakultetin, me e zhvillu në aspekt profesional vetveten. Çfarë lloj drejtimi që kije? Merru profesionalisht, seriozisht me profesionin tan. Edhe kontribuo ta zhvillosh atë drejtim tonin. Edhe lufto që të ndërtosh karrierë me suksese, jo me të njofshëm, me punë, me mund. Edhe normalisht pas të kemi bë, edhe pare, edhe autoritet, edhe kemi u gëzu se e keni mu familjen tonë, e keni ndryshuar statusin ekonomik familjes tonë, u keni mu shumë njerëzve, ke bo familje, ke grua, ke fëmijë, a kupton? Edhe kjo është kënaqësia më e madhe, suksesi më i madh. S'ke me met vetë me shku në shtëpi të pleqshme.
Po ki bo familje, ki bo fëmijë, e ki mush shtëpinë, domethënë, e ki mush axhibabës shtëpinë me nipa me mesa. Edhe andaj familjet tona domethënë janë plot harre edhe gëzim edhe kënaqësi sepse jeta është shumë normale, besimi në Zot, zhvillimi domethënë intelektual, zhvillimi profesional, humanizmi, zemërgjërsia, këto japin kënaqësi njeriu në këtë botë. Normalisht pastaj ka edhe momentet e dëfrime, argëtimeve të veta të familjes vet, domethënë që i bën me halal edhe nuk e dhon Allahun subhanahu wa taala. Islami vëllazni shive, trive ton, dhe vajzave tona i themi Islami ta kënaq shpirtin, ta kënaq zemrën, ta kënaq mendjen, ta kënaq trupin, këtë jep kënaqësit. Ama normalisht jo çdo sen që ti e dëshiron ta lejon. Po, da. Pse? Sepse Allah është i gjithdijshëm edhe ta ka leju atë që s'ka damte. Ose s'ka dam prej saj. E ti me liru veten, domethënë çka dush, shive, kafsha si kafsh, nëse e shtim në një fushë ku ka janç, ajo han pa kufizit nalës, i vjen e lezetshme. Ama foni frihet barki, edhe nëse nuk ja shpon barkun me dal ajo fryma, cof ngorth. Edhe njerëzit nëse ja lejon çdo gjë edhe këtë çka ka i shfiton, ndodh e mbyt vetveten. Shembull shumë i bukur. Hoxha Allah të shpërbleft, veç edhe pak për ato të bullizuarit. Ndrën e shoqërinë, sigurisht që e kam ndru, janë në xhami, kënaqeni me shoqërinë e re, aty s'ka bullizime, edhe keni me pas sukses mas shumë viteve, ato që ju kanë bullizu follow kanë më bënë në përjetën sociale. Hoxha Allah shpërblet edhe më bën Allah që po ndërhinden ja. njerë. S'ka problem, s'është. Po stili i emisionit atë që shton, podcast. Na kemi nevojë me shpreh kanë me folë edhe atë që e thënë trit ose të tjera, domethënë që na ndoshta nuk arrim me ndëgju, që nëpërmes teje dhe asaj që ti e bën, faktikisht na ndëgjojmë edhe mendimet e njerëzve realisht që ato i kanë vujtje që i kanë, probleme që i kanë edhe normalisht pa ndërhyj pa i thon na s'mund t'i kuptojmë edhe nuk mund t'i japim edhe përgjigje atë. Kështu që është këtë në rregull, okay është. Amin, Allah të shpërbleft. Kjo po ke me Hoxhën Bekir Alimi vetë vrasja tema, folëm edhe do tema tjera lidhje çka sillet me këtë temë për Audionurin dhe Klan Maqedoninë. Dëgjojmë javën e ardhshme. Selam aleikum.